Ky e bëri e themeloi ardhi në pushtet me këtë gjë. Nuk dua të shkoj fare, po me dhunën siç u bë ligji për drejtësinë, kushtet plus për drejtësinë, me dhunën e ndërkombëtarëve u bë dhe dekriminalizimi. Si e kapi Partinë Socialiste ligji dekriminalizimit? Vetëm me emrat atje dhe ta shpartalloi parlamentin me njerëz që kishin vrarë në Bruksel, me të tjerë që kishin përdhunuar e drejt me drogra e me budallëq. Pse kjo është Partia Socialiste? Kështu s'duhet të jetë asnjë parti, më kështu njeriu. Socialistët kështu e duan. Kështu njeriu nuk pranon. Ti thua socialistëve se duhet të jetë partia e tyre. Ata e duan kështu më vëlla. Si e duan, ë? Ata se votojnë më. Nuk janë socialistë. Se votojnë më. Nuk janë socialistë. Se votojnë më. Ata që bëjnë këtë që bën ai. Dhe patronazhist, nuk janë edhe administrat. Pse socialistët e mbajnë Edi Ramën dhe këtë kupol në krye? Pse? Se ka shumë Kështu e duan. Ju doni të pushonit mendojnë socialistë gjithë si zoti Malej. O koleg, mos bë përgjegjësi me emrin tim se je i vogël, një. Bëj politik, nuk bëj moral. E dyta. Nuk bëj moral, nuk kam marrë të bëj moral. Ti ke ardhur për të shërbyer. Moralin bërni ju. Paragrafi i Ju parë. bëni moral, ju që keni pasur të vendimarrje. Unë s'kam patur vendimarrje, s'bëj as moral. Paragrafi Ju që keni patur vendimarje, nuk keni ka kuptim bëni moral. Keni patur mundësinë të bëni punë, jo moral. Jo si hajtut Unë s'bëj as moral as gjë, bëj jo si hajtut e tu, i kemi shërbyer me ndeshmëri. Nuk baj qëndrim fare. Unë bëj analizë. Dhe paragrafi i raportit të OSBE-Odirit, që ti si studius politik duhet ta lexosh me nënvizim ishte kjo, keq përdorimi i administratës publike dhe i sistemit të patronazhistëve, dhe sqaruan konceptin politik. Socialistët patronazhistët janë të dobishëm kudo. Socialistët e tu ishin. Ore nuk janë të mitë më burit. Socialistët e tu, mor, ata të zemrës. Ata janë patronazhistë. Kush të tha ty që janë ata? Rama kryetari juaj. Ore di ja ta sqaroj. E diti që patronazhisti më i madh që më kontrollonte mua si opozitar brenda Partisë Socialiste se këtë do votoja, ishte drejtori i përgjithshëm i rrugëve të Shqipërisë, jo socialisti thjesht. Ai që kishte fondet dhe pasaroj. Goxha nder pas ka qenë. Jo s'ma ka bërë mua, ja ka bërë vetvetes se Rama i ushqen si që ushqen që dhe drogës me drogë për të kapu gëtë. Unë flasë për te mlepe personal, unë bëj analistë të shfarë shohë. Po s'kam asim mlep personal, unë që ta dish e kam da rrugën me Ramën, ta dish, për mlefin. Shumë mirë ke bërë. Rama është viktimi babzis, unë jam viktimi babzis për dije, a ishtë për babzis për pushtet. Dhe këte kuptoj shqiptarët dhe kurse kupton ti. E kanë kuptuar shqiptarët, ja kanë dhënë mandat. Kalon rrugëve ti,